kam bindjen se marrëveshja do jetë më e gjerë. Do jetë më e gjerë për të rregulluar ato që janë marrëdhëniet, siç u thash edhe në fillim, të Federatës Ruse me zonat e ndikimit të saj dhe me zonat e ndikimit edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por fillimisht një takim Putin-Trump dhe më pas përfshirje edhe të Ukrainës dhe të Bashkimit Evropian. Në momentin që do ketë një takim të tillë, besoj se formati është apo drafti do jetë përfundimtar dhe thjesht më pas do jetë një çerkfikim nga palët e tjera. Megjithatë, duhet të thënë që janë kushte, gjithmonë Rusia ka paraqitur një variant i cili është si publik, ashtu edhe kërkesat të cilat kanë qenë të vazhdueshme, duke thënë se situata në Ukrainë dhe lufta që nisi në Ukrainë është për arsye komplekse. Pra nuk është vetëm për çështjen e Ukrainës, por për çështjen edhe të zgjerimit të NATO-s në tërësi. Dhe kjo marrëveshje në momentin që do bëj do tregoj apo do vendosi edhe kushte në kartë. Deri më tani ka qenë një marrëveshje gentlemanësh e 92-shit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe do thoshja Bashkimit Sovjetik dhe në kalimin e Federatës Ruse, pra në fazën e krijimit të shtetit trashëgimisë së Bashkimit Sovjetik në Federatën Ruse për moszgjerimin e NATO-s drejt lindjes dje, e cila nuk ndodhi faktikisht, dhe besoj se kësaj here do kërkohen kushte apo do vendosen mbi kartë kushte të tilla, të cilat do vendosin balancën ndërmjet zonave të ndikimit të perëndimit dhe të Federatës Ruse nga ana tjetër, në mënyrë që mos të ketë në të ardhmen apo mos të jepet në të ardhmen arsye për të patur thyerje të kushteve të tilla apo edhe të një marrëveshje të madhe ndërmjet në këtë rast të gjithë perëndimit me Federatën Ruse. Në emër të Putinit edhe pas marrëveshjes së paqes propozuar nga Trumpi ka folur ose Sergej Lavrov ose Dmitri Medvedev. Po luan Putin deri diku me nervat apo me durimin e Donald Trump? Shikoni, po pret të shoh deri ku do të shkojë presidenti amerikan? Rolet janë ndarë, është qartë azi, në atë që se si është qëndrimet publike. Presidenti Putin ka një pozicion ose përpiqet të mbajë një pozicion të aktorit racional në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër është skifteri Medvedev i cili mban qëndrimet do thoshja të cilat kalojnë atë të marrëdhënieve të mira apo edhe të ndonjëherë më shumë do thoshja unë ka një retorikë e cila është e egër kundrejt perëndimit në tërësi, jo vetëm kundrejt Bashkimit Evropian, duke e çuar deri në atë që është përfshirja e Rusisë në një luftë të plotë apo edhe në një luftë bërthamore. Ndërsa ministri i jashtëm duhet thënë që Lavrov është një nga dhe i gjithnjohur kjo, si nga dashamirësit ashtu edhe nga kundërshtarët, si një nga figurat njohëse më të mirë të politikës së jashtme globale. Dhe akoma më shumë të dypalshme ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Federatës Ruse dhe ka qenë gjithmonë aty për të mbajtur qëndrime të cilat në përgjithësi janë sigurisht janë në interes të Federatës Ruse, por nga ana tjetër janë ka qasje për tu dhe ka gjetur gjithmonë mënyrën për të qenë në bisedime me palët kundërshtare. Lavrovi mbahet në studimet e politikave të jashtme të shteteve si një nga figurat më të larta të njohjes së politikës së jashtme të globale do thoshja unë dhe njihet si një aktor me të cilin mund të ulesh për të bizetuar dhe për të gjetur zgjidhje. S'ka mbajtur kur qëndrime ekstreme duhet thënë, por patjetër brenda atë kuadrit të mbrojtjes së interesave të Federatës Ruse. Po është ajo që është karta e bashkëbizetimit të Rusisë me pjesën perëndimore. Megjithatë me Trump flet vetë Putini dhe me të dërguarin e presidentit Trump do thoshja. Po, ja, sekretari Rubio ka folur dhe ishte konkret kur tha që nëse nuk ka asnjë propozim konkret nga Moska dhe nga Kievi, SBA do të rriqet edhe nuk do të përfshihet më. Sa do duroj Trumpi një përgjigje nga Putini, se kam përshtypjen që me Zelenskin e ka shumë të thjeshtë? Është më se normale që
të ketë një presion të shtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke kaluar koha, do ketë një presion i cili do jetë i shtuar për të mbyllur negociatat dhe një nga format është edhe kjo, pra presioni për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe duke ditur shumë mirë që Federata Ruse ka nevojë prezencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra është i vetmi aktor, siç u thash më përpara, me të cilin tashmë mund të ulet për të biseduar, është i vetmi aktor i cili mund të imponohet pjesës tjetër dhe mund të vendosi kushte kundër pjesës tjetër, dhe edhe në aspektin ekonomik dhe tregtar, duke patur parasysh ato që janë sanksionet e deri tanishme të vendosura kundrejt Rusisë, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi dhe aktor dhe faktor i cili mund të ndryshojë këtë situatë. Për këtë arsye, presioni qoftë nga presidenti Trump, qoftë nga sekretari i jashtëm Rubio, qoftë edhe nga aktorë të tjerë, zyrtarë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do shtohet. Do shtohet deri në momentin që do ketë një dritë jeshile, apo me që jemi në ditët e zgjedhjes papës së ri, do të ketë tym të bardhë, do thoshja unë. Megjithatë, duhet patur parasysh që akomodimi i kërkesave të kryesisht të dy palëve, Amerikës dhe Rusisë, është pika kryesore e marrëveshjes që do jetë, duke patur parasysh edhe ato që janë interesat e qartazit të artikuluara nga presidenti Trump brenda Ukrainës dhe marrjes së marrëveshjes, po shikoni, nuk është shkuar apo nuk është bërë dhe firmosja e asaj që tashmë të dyja palët kanë rënë dakord për mineralet e ralla ndërmjet Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është firmosur, dhe duke qenë të dyja, pra të i kalua ngërçipar, duke qenë të dyja palët dakord, ka një arsye pse nuk është firmosur, sepse pritet që të jetë brenda një marrëveshje të madhe. Po, tani, Rusia fiton, Amerika fiton, po Ukraina çfarë fiton? Vetëm fundin e luftës, se kjo është... Kjo është qasja për... Se tani, dakor që të mëdhinjt, në fuqit e mëdha si që të fitojnë, po. Kjo është qasja realiste e cila, i vogli, konkret për fatë të keq, i vogli është imponuar nga i madhi. Dhe qartazi me ardhin e presidentit Trump, kjo u bëj qartë dhe u bë publike Ukrainës apo edhe aktorëve europian që situata do shkoj drejt gjatë kësaj linje. Dhe të gjitha kuptuan që Donald Trump agjon nuk do dalë vetë. Është normale që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mos të dilnin me një marrëveshje e cila do ketë dhe prezencën apo do të çojë dhe prezencën e saj në Ukrainë, por nga ana tjetër do jetë me një përfitim ekonomik, por edhe me një marrëveshje dhe një marrëdhënie të re me Federatën Ruse. Dakord, praktikisht pas 100 ditësh Donald Trump e kuptoi që nuk është aq e lehtë të arrish paqen brenda 24 orëve. Nuk besoj se dinte që në fillim, megjithatë qëndrimet janë simbolike, në mënyrë për të dhënë mesazhin që unë jam këtu, jam i gatshëm për të gjetur një zgjidhje. Ju përmendët më përpara durimin, duket qartë që edhe durimi ka ato tërheqjet e tij si punë e elastikut. Është mund të tërhiqet goxha për të arritur atë që është objektivi. Kështu që nuk besoj se do ketë një tërheqje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pa arritur ato që janë objektivat e saj. Nuk është vetëm Ukraina objektivi i saj. Objektivi i saj janë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. E qartë.